po të kishte thirrë ky Vjosa Osmanin sot për disa minuta, ne sot do ta kishim presidentin e zgjedhur mas largë, domethënë punore, deputet ishin shkuar në Parlamentin e Kosovës. Pra, ky nuk po don me zgjedh presidentin, por ky po don me fajsu opozitën, me fajsu çdo pjesë që nuk i nënshtrohet, edhe me thonë që kush po më pengon. Sot po marrën seancë përpara qytetarëve, duke shfrytzuar foltorin e kuvendit. Çka është kjo sotit general? Kjo është, unë e thash, domethënë kjo është një farë tip fushate elektorale në foltorin e Parlamentit të Kosovës, sepse nëse ti don me arrit një marrëveshje politike, janë lider politik parlamentar, janë emnat që janë qarkulluar emnat e përveçëm, asë një përpjekje minimale. E ka injoru, domethënë, skajshmërisht. A amniston zoti Kurti mungesa transparencës për çështjen e presidentit kjo seancë? A mendoni ju që po të kishte thirrë ky Vjosa Osmanin sot për disa minuta, ne sot do ta kishim presidentin e zgjedhur mas largë, domethënë punore, deputet ishin shkuar në Parlamentin e Kosovës. Jeni bindur, general, se shujë punë tek kishte sot Vjosa? Në Shqip po flasim. Ai kishte votu Vjosa Osmani në Sjaka? Nuk është e nevojshme ndoshta me votu, po është korrumi. Korrumin e kishë bazë. Po, domethënë edhe, po ne nuk e kemi ata, nuk e kemi diskutu, po prap se prap. Jeni bindur. Nëse Lidhja Demokratike i ka thonë që ne jemi të gatshëm ja dhon besimin, ish kriju korrumi për zgjedhjen e presidentit. Pra, ky nuk po don me zgjedh presidentin, por ky po don me fajsu opozitën, me fajsu çdo pjesë që nuk i nënshtrohet, edhe me thonë që kush po më pengon. Deri kush do që e ka ngu, pra tash unë pjesë me ngova qëndrimin e tij në parlament, por nëse sheni, domethënë kjo është vetëm tu anku. Vetë të i kumë fitu 5-1, vetë të i ke përgjithësinë takojnë mu, vetë të i ke që është obligim parlamentar zgjedhja e presidentit, nërsa në anën tjetër, cili jo veprimi për zgjedhjen e presidentit, asnjë, i vetëm. General, për te pozicionit të në politikë background, ju i kalumi ato që ka përfaqësoni fjala ju i ka peshë të madhe në publik. Jeni bindur që sot ta kishtu Vjosa Osmanin, ta kishtu sot ne kishim pas presidentin, si tash kishim pas të votu presidentin. Pak minuta për këtij momenti, domethënë se nuk është në komplikim proceduro. Mbledhja në shkrima është çështje teknike minutëshe. Vetëm në hyrje të sallës, domethënë i merr në shkrimat, e thirrë seancën, edhe kjo punë me 41 nënshkrime thirrët seanca jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit. Zgjedhjet presidenti teknikisht është punë minuta. A ka vullnet, as ka vullnet, shihet botërisht, domethënë që sidomos këta që dinë me fol gjuhën angleze mirë dhe kanë raporte të mira me Washingtonin, nuk besoj që kanë me pas fatin me udhëheq presidencën. Në këtë rast zonja Osmani pikërisht për këtë arsye edhe është sanksionuar. Dhe kur po flet për numrat që i ka fituar, pe harron faktorin Vjos, e cila e caktoi datën dhe u deklaru që e kumë caktu datën 28 për shkak se i ka konvenu zotit Kurti. Përveç asaj, emri autoriteti Vjosës është ditë që ka si bashkëpunëtor. A konsideron zoti Haradinaj si sukses i këtyre zgjedhjeve të fundit përveç datës është edhe qetësia edhe ajo që ka qenë opinion që Vjosa dhe Albini janë bashkë? Historikisht prej momentit kur Vjosa ka garu edhe nëse e monin men barse listës vendosje, domethënë është pasë edhe ju e dini që ka dhe deputet në grupin parlamentar të VV-s që janë pjesë e listës Guxha. Paktën ashtu janë deklaruar dhe formularët i kanë mushë si lista Guxha. Tash ata janë votu për qytetarëve, domethënë është një pjesë dërmuese mbrana për mbrana VV-s, që të pranojnë faktin që janë të nominum mbrana listës vetëvendosjes nga ish presidentja, nga krerët e listës Guxha mbrana vetëvendosjes. Pra ato janë automatikisht janë besim qytetar pro Vjosës. Në rast se Vjosa sot është eliminum një farë forme, pe i këtij farë kombinimi, atër i mbetet qytetarit me e po. Por një fakt është të vërtet, poplën e kemi lodh me zgjedhje. Edhe unë po ju them që poplën e ka lodh me zgjedhje. Nuk e kemi lodh na. Faleminderit shumë që s'na ka ftuar, s'na ka kontaktuar hiç neve si AK, por gjithsesi, domethënë i kemi 6 parë zgjedhje për 18 muaj. Përfshi edhe balotazhet komunale, nuk e di çka jemi ka dojmë i thonë këtij populli, mos harroni sa milionat kushtojnë këto zgjedhje. Veç që ky kur po fol si koncepti majtë racionale barazi sociale, domethënë ne Kosovës pej nesër ndarkë në ora 12 natës, automatikisht minimalisht 12 deri 20 milion euro do t'i kushton Kosovës zgjedhjet e reja.
Zotë Radinaj, thatë që nëse kishtirë sot Vjosën që është e prezidentit kështë me qenë e krymi, ju si ako në momentet caktuar keni dalë për te pozicionet juaja politike, kër ka qenë pyetjes që është e Kosovës. Dashtëm, si ju dashtëm, pajtum ju politikisht, keni qenë gjithmonë racional. Për te pikpamjet politike, për te liqimeve, ofendimet që ju kam bërë në momentet caktuar, kër ka qenë që është e Kosovës, keni dhonë qëndrim për te politik. Bile di, kur kemi folë dhe për çështën edhe kuvendarit, emrat që mi ke përmenë, në këmë thonë, e di gati shmëlin e ju, edhe të ramushit. Zotin Radinaj, në rast se kishë marrë çështja për me apshtu Kosovës 11 deri 20 milion euro, i përmenet 6 me parë zgjedhjen e si marrëm dhe komunalet edhe ballotajin Kosova për 19 muj. A kështë mund me pa a kënë të reflektu të e marrë një pozicion, edhe pse nuk i shkut në takim Zotit Abdizio? Ne edhe kem pas komunikim, ndoshta edhe jo direkt, po indirekt. Edhe me zonin Osmani, qëllimi i AK-s u konë shmangja e zgjedhjeve. Edhe absolut, dhe më thonë, kemi ofertu edhe kur kemi pas kandidaturën e vetë Ramush Haradinajt për president, kemi thonë që nëse do t'jenë një emën konsenzual, do t'hekim dorë, do t'jepim për kraje njëjtë, sikur se ndodhe rasti që u përfaqësuesi familjes Jashari, nëse ju kujtohet, në këtë studio këmë thonë që automatikisht e në rënë lojen, ne jemi aty dhe jo vetëm që pojmë korumin, po edhe votojmë. Pra, kemi dhonë argumente dhe jepim argumente, por nuk mjaftojnë numra. As të OKS, as të LDK-s, për me inicu kandidaturën e një individit caktum, nuk i kemi numrat as bashkë si OK me LDK-n. Zotë Radinaj, prejtë që maj vetën që në pjesë e medjave... Janë që jemi automatikisht në varën për krajës zonë.